Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it. Sot do flasim për bukën, atë element që nuk mungon kurrë në dietën e shqiptarëve. Ai shumë konsumojmë saqë shpeshherë kur jemi të rritur themi më hahet bukë, ose për shembull kur duam të konsumojmë një vak specifik, përdorim shprehjen do haj bukë. Por ajo është buka shkaku që neve shpeshherë jemi të fryrë ose nuk arrijmë që do të dobësohemi, dhe a duhet të eliminojmë tërësisht konsumimin e bukës. Dhe është buka integrale më e shëndetshme se buka e bardhë. Për të gjitha këto pyetje, ju ftoj që të ndiqni videon deri në fund në mënyrë që të merrni një përgjigje. Nuk është problemi te buka në vetvete se sa ka të bëjë me sasinë. Shqiptarët konsumojnë shumë bukë, e konsumojnë atë në mëngjes, në drekë dhe në darkë. Nuk mjaftohemi thjesht me vaktet kryesore dhe për më tepër për çdo vak zakonisht mund të përbëhet edhe sasinë kryesore të ushqimit. Pra më tepër konsumojmë bukë për të ngopur sesa si shoqërues. Më tepër konsumojmë bukë për shembull sesa gjella që duhet të ishte elementi kryesor i drekës tonë. Sasia e rekomandueshme e bukës do të ishte 1 deri në 2 feta bukë në vakt apo 2 deri në 4 feta bukë totale në ditë. Dhe një fet nuk kupton 25 deri në 30 gram. Problemi është se shumë njerëz mund të konsumojnë aq shumë bukë sa që për një vakt të vetëm të marrin deri në 400 deri në 500 kalori, që do thotë një sasi të konsiderueshme të energjisë ditore, vetëm me karbohidrate dhe pa nutrientë të tjerë, të cilët do të jenë të domosdoshëm për një mirëqenie tonë. Sasia e bukës që do të konsumojmë sigurisht do të varet edhe nga element si niveli aktiviteti fizik që do të kryejmë, që sigurisht do të ndikojë pastaj edhe në sasinë e kalorive ditore të cilat do të mund të konsumojmë. Gjithashtu është rekomandueshme që të mos konsumojmë bukë në sasi të konsiderueshme në darkë, sidomos nëse darkën e konsumojmë pas orës 8. Mund të themi se problemi në vetvete nuk është buka, por ka të bëjë me mënyrën e pashëndetshme të konsumuarit. Sasi të konsiderueshme, shoqërimi me ushqime që shpeshherë mund të jenë edhe shumë të yndyrshme, ka të bëjë gjithashtu edhe me shoqërimin, është sharake në fakt, sepse shpeshherë shqiptarët mund të konsumojnë bukë duke shoqëruar edhe me karbohidrate të tjera, siç janë patatet, apo ka edhe të raste që konsumojnë bukë me makarona apo pse jo edhe me oriz, që në fakt nuk bën sens sepse patatja, makaronat apo edhe orizi në fund të ditës janë ushqime të cilat zëvendësojnë bukën më së miri, pra në rast se konsumojmë këto produkte nuk ka pse të konsumojmë gjithashtu edhe bukë. Mund të konsumojmë gjithashtu edhe në dark vonë, që është një gabim tjetër, dhe fakti që nuk lëvizim mjaftueshëm do të jetë problemi tjetër. Tani shpesh dëgjojmë edhe faktin që duhet të konsumojmë bukën integrale. Në fakt, buka integrale do të jetë e shëndetshme për të gjithë ato personat të cilët në përgjithësi mund të kenë vështirësi në tretje dhe shpeshherë është shoqëruar kjo me konstipacion, apo personat të cilët duan të mbajnë nivelin e glukosës në gjak në normë, duke qenë se mund të kenë probleme të këtij lloji, pra të nivelit të sheqerit në gjak, por jo gjithmonë buka integrale është e rekomandueshme. Sigurisht që ka sasi më të lartë të fibrave, që do të thotë se do të ndihmojë aparatin tretës, por ka disa përjashtime. Pra, jo gjithmonë më e mira do të jetë e tillë për të gjithë, dhe ka dhe përjashtime. Personat të cilët për shembull mund të kenë probleme me fryrje të barkut, mund të kenë sindromin e zorrës së irritueshme, kolit, rekomandohet më mirë të konsumojnë bukë të bardhë sesa bukë integrale, për arsye se buka e bardhë do të tretet me lehtësi. Apo personat të cilët duan që të kryejnë aktivitet fizik në mënyrë të menjëhershme pas konsumimit të vaktit, përsëri do të ishte e mira që të konsumonin bukë të bardhë, për arsye se do të siguronin energjinë për një kohë më të shkurtër sesa në rastin e bukës integrale që do të duhej kohë që të tretet. Gjithashtu, personat të cilët mund të kenë probleme me stomakun, ulcera apo edhe thjesht acarime të stomakut, e mira është të shmangin bukën integrale, për arsye se mund të shkaktojë irritime të mëtejshme. Sigurisht pastaj që buka integrale përgjithsisht për të gjithë personat të cilët nuk kanë probleme të këtij lloji, pra janë të shëndetshëm, nuk kanë probleme me tretjen, do të jetë e rekomandueshme. Kujdesa me sigurinë ushqimore që akoma sot e kësaj dite për fat të keq në vendin tonë mund të jetë problem, për arsye se jo gjithmonë pra buka integrale është ajo që duhet të ishte, që do thotë për fat të keq ekzistojnë raste të përdorimit të kolorantëve. Kujdes pra të siguroheni që vërtet kemi përdorimin e miellit integral në përgatitjen e kësaj lloji buke. Vaktet kur do të ishte mirë të konsumoj buka përbëjnë në mëngjesin dhe drekën, por në sasi të kufizuara sikurse tham rekomandimin më parë, ndërsa në darkë e mira është të shmanget, dhe në rast se konsumojmë në darkë e mira është një orare të vona, dhe të mos mbizotërojë, pra të shoqërohet me vakte të cilat janë të pasura me elemente ushqyes, mes të cilave mund të përmendim proteinat, dhe sigurisht që të bëjmë
zgjedhjet e shëndetshme gjithmonë. Pra është ajo që kemi thënë në shumë video të tjera, si puna e kësaj ku flasim rreth ushqyerjes. Disa rekomandime praktike që do të thoja është që nuk duhet ta eliminojmë tërësisht bukën. Thjesht duhet të bëjmë kujdes me sasitë. Në qoftë se neve do ta eliminonim në mënyrë të menjëhershme, shpeshherë do të krijonte edhe atë ndjesinë e mungesës së ngopjes, duke çuar pastaj në teprime. Pra shpeshherë mund të abuzojmë pastaj me ushqyerjen për arsye se nuk ndihemi të ngopur mjaftueshëm, dhe sepse në një farë mënyrë jemi mësuar që të konsumojmë bukë. Por duhet para kujdes me sasi që në fillim fare ti vendosim objektiva vetes. Për personat pastaj të cilët mund të kenë fytyrë të barkut, mund të provoni që të eliminoni bukën për 2 javë dhe të shikoni nëse do t'japi një rezultat të favorshëm për trupin tuaj dhe nëse do të ndiheni më mirë, mund të gjeni alternativa të tjera në vend të bukës. Për shembull, orizi do të ishte një alternativë e shëndetshme si një shoqërues pra i vakteve tuaj. Dhe kjo ishte videoja për sot, një video i shkurtër me informacione praktike të cilat shpresoj të kenë të vlefshme për ju lidhur me konsumimin e bukës. Në rast se ju ka pëlqyer video, ju ftoj të bëni like dhe ta ndani atë me miqtë tuaj në share, dhe gjithashtu ju ftoj të mos largoni nga kanali pa bërë subscribe para pa u abonuar në mënyrë që të mos humbisni asnjë video. Bashkë do të shihemi herën tjetër dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet.